Me 12 prill të vitit të kaluar, u vro tragjikisht Erona Cukli, 21 vjeçarja së cilës jeta i u mor pikërisht nga njeriu me të cilin ishte martuar. Sot bën një vit nga dita kur Erona Cukli u vro nga ish bashkëshorti i saj, Valon Aliu, brenda ambienteve të qendrës për punë sociale në Ferizaj, institucion ky shtetëror. Erona u qellua me armë zjarri nga ish bashkëshorti i saj, ku si shkak i plagëve të rënda që morrin ndroi jetë në vendin e ngjarjes. 36 vjeçari dhe 21 vjeçarja nga martesa që patën kanë edhe një fëmijë të përbashkët. Ata ishin ndarë 10 muaj para se të ndodhte rasti dhe ishin në proces të ndarjes së kujdestarisë së fëmijës. Ditën ku ndodhi vrasja, Valoni kishte shkuar në qendrën për punë sociale që ta merrte djalin e tij. Pas disa orësh ishte kthyer në këtë institucion bashkë me djalin dhe pastaj kishte shtënë me armë zjarri në drejtim të ish bashkëshortes së tij, duke lënë të vdekur në vend ngjarje dhe duke plagosur vëllaun e saj. Në 1 vjetorin e vrasjes së Eronës, unë kam biseduar edhe me nënën e viktimës, e cila më tregoi më detajisht në lidhje me gjendjen e nipit, djalit të Eronës. Në vazhdim, do të keni mundësinë të ndëgjoni mesazhin që Milihati Cukli më ka dërguar. Djali më është dhënë nga shteti me dokumente dhe jam duke u kujdesur unë për nipin tim, Arin. Djali është ende i vogël dhe po rritet në frymen tonë familjare. Aty kur rrinte nipi im të gjyshja, ai nuk ishte i sigurt, sepse në atë familje çdo ditë ndodhin gjëra të tmerrshme. Prandaj, shteti vendosi ta tërheq fëmijën nga ajo familje dhe më pyeti: "A e do ti nipin tënd?" Dhe unë pa hezitim pranova. Para se të vinte te ne, ai nuk ndjehej mirë, gjithmonë ishte i semur. Por tani që ka 2 muaj që është me mua, nuk ka qenë më i semur. Po rritet me dashurinë dhe përkushtimin e një gjysheje të mrekullueshme, me një edukat ashtu siç i kam rritur fëmijët e mi. Si familje jemi të gjithë të pajtimit që ta rrisim, ta edukojmë dhe ta ndriçojmë jetën e tij me dashuri dhe kujdes, ashtu siç i ka hije një fëmijë të rritet. Nëna e tij ka thënë në qendrën për punë sociale që nuk mund të kujdeset për të dhe unë nuk e lejoj që nipi im të rritet në përjetimore. Përderisa jam gjallë, nuk do ta lë nipin tim në duar të pasigurta. Për mua kjo do të ishte vdekje. Si familje presim që personi përgjegjës për ngjarjen e vajzës time ta marrë dënimin që e meriton. Me këtë çardhje them, nëse ai do të ishte i lirë, do të mund të bënte dëm edhe të tjerëve, ashtu siç e bëri për vajzën time. Vajzën e kisha të vetme dhe dhimbja për të nuk shuhet kurrë. E në lidhje me ngjarjen e rëndë ku ishte vrarë Erona Cukli, policia menjëherë kishte reaguar dhe kishin arrestuar të dyshuarin Valon Aliun, të cilit më pas ishte caktuar si fillim edhe mosa e paraburgimit. Para trupit gjykues, Valon Aliu deklaroi se pas kryerjes së këtij akti ka tentuar që të bëjë vetvrasje, por nuk i kishin mbetur më plumba. Valon Aliu ishte një emër i njohur për policinë dhe organet e drejtësisë në Kosovë, pasi ishte përfshirë në disa raste penale ndër vite. Ai tashmë gjendet prapa grilave si i dyshuar për vrasje të rëndë dhe posedim të paautorizuar të armëve.